Seanca në gjykatat administrative nisi prej orës 9 të ditës së sotme, ku i pranishëm ishte vetë pra kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, së bashku me përfaqësuesin e tij ligjor pra Plaren Dreca, ndërsa prokurori Olz Dado nuk ishte i pranishëm dhe u përfaqësua nga avokati i tij mbrojtës. Gjatë gjyqit, vetë Veliaj mbati fjalën e tij disa herë, ku gjatë së cilës fjalët e tij pra ishin drejtuar gjykatës administrative, ku sipas Veliajt ishte evidente që po krijohej një asimetri pra në këtë seancë, një palë po i shtohet interesi publik, tha zoti Veliaj, për shkak se dy palë të tjerë kërkonin të bëshin pjesë e procesit, pra ish prokurori Tom Deda dhe stacioni kombëtar i medias dhe drejtësisë, ndërsa të paditurit po largohen, thot zoti Veliaj, ku sipas tij KLP dhe avokatuara e shtetit nuk kanë ardhur në proces. Sipas zotit Veliaj, të gjithë e kanë kuptuar pra që Olz Dado nuk është prokuror, pra dhe se kryebashkiaku i Tiranës pra është arrestuar në mënyrë të paligjshme. Sipas zotit Veliaj, mandati i kryetarit të bashkisë nuk mund të trajtohej si plaçkë, dikush ka veshur uniformën e shtetit dhe më ka rrëmbyer në zyrë, u deklaroi zoti Veliaj në seancën gjyqësore. Sipas tij, shoqata pra e cila ka kërkuar të ishte pjesë në proces, por u refuzua nga gjykata administrative, është e legjitimuar dhe duhet të ishte pjesë pra e këtij procesi, po ashtu edhe ish prokurori Tom Deda, i cili kërkoi të ishte palë në proces. Sipas zotit Veliaj, pra gjykata administrative pra duhet të rikthejë besimin te drejtësia, pasi sipas tij pra prej 540 ditësh ai mungon familjes së tij, por edhe shërbimet e qytetarëve në Bashkinë e Tiranës, dhe i bëri kërkesë pra gjykatës që të pranojë kërkesa e tij e shoqatës, po ashtu dhe ish prokurorit Tom Deda, por në fund gjyqtari vendosi të mos i pranojë kërkesat. Në fund të vendimit, zoti Veliaj tha fjalën e tij, ku sipas kryebashkiakut të Tiranës pra dihej vendimi i gjykatës administrative që nuk do e pranonin pra kërkesën për shqyrtim të zotit Veliaj, po ashtu dhe të dy palëve të tjerë të cilët kërkonin të ishin palë në proces, por sipas zotit Veliaj, të paktën Mileti, populli e mori vesh që Olz Dado pra nuk është një prokuror. Në fakt dua të ndalemi pak edhe tek ajo çfarë foli zoti Ndreca më një herë pas daljes nga kjo seancë, Igli, ajo përmbledhje që i bëri sigurisht nga këndvështrimi i tij, avokati i mbrojtës, duke u shprehur që do të vijojnë edhe me hallkat e tjera në sistemin e drejtësisë për të dalë ajo që këta e quajnë të drejtë. Po, pas marrjes së vendimit nga gjykata administrative duke mos pranuar kërkesën e zotit Veliaj, ku gjyqtari u shpreh se Veliaj në këtë proces pra për emërimin e Olz Dados si prokuror ka pra interes të tërthort, jo të drejt për drejt, ndërsa Bashkia e Tiranës, pasi zoti Veliaj përfaqëson edhe Bashkinë e Tiranës, nuk ka fare interes pra në këtë proces, por sipas avokatit mbrojtës të Erion Veliajt, i cili mbajti dhe fjalën pas përfundimit të seancës, ai deklaroi se si Veliaj, po ashtu dhe Bashkia e Tiranës pra kanë interes drejt për drejt në emërimin e zotit Olz Dado si prokuror. Sipas avokatit pra përfaqësuesit ligjor të Erion Veliajt, pasi të marrin pra vendimin e zbardhur nga gjykata administrative, ai së bashku pra me zotin Veliaj si klienti i tij, të cilin e mbron edhe në gjykatën e posaçme, do të bëj pra kërkesë në apelin administrativ kundër këtij vendimi të marrë ditën e sotme. Faleminderit Igli për gjitha detajet që përcova.